Konstantin Arianiti, për mendim gjykimin tim, mbetet njeriu më i famshëm shqiptar i Italisë, dhe e them shqiptar i Italisë për arsye se është mbas në të paktën që lindi në Shqipëri, u rrit në Shqipëri, pra mori drejtimin e tij në Shqipëri dhe erdhi në Itali në moshë të rritur, dhe punësimi i parë i tij, pra nëse mund ta quajmë punësim, ishte ambasador personal i Papës. Kaq ishte i zoti ai në moshën 20 vjeçare sa për të pasur menjëherë punësimin e parë të tij si ambasador që diskutonte me gjithë mbretëritë atëhershme apo republikat atëhershme të Italisë, diskutonte sidomos me Venecien, ishte ndër interlokutori kryesor, pra ishte ai që kryente marrëveshjet midis shtetit të Vatikanit dhe Venecijës. Ky ishte i biri i të famshmit Gjergj Arianiti, i cili ishte vjerri i heroit ton Skënderbeut, dhe lindi në Durrës. Pra, Konstantin Arianiti ka lindur në Durrës në vitin 1456. Ky erdhi në Itali, siç e thash, në moshën 20 vjeçare, por kishte marrë rrugën e tij, kishte një aftësi shumë të madhe ushtarake, nga përgatitja e tij ushtarake, kishte dhënë kontributin e tij në luftë me turqit në krah të babait të tij. Ishte marrur pjesë në disa duelime dhe ishte shquar në këtë fushë, por megjithatë në fushën e diplomacisë. Prandaj ai filloi pranë Papës në atë kohë. Jo vetëm që ai u dallua në diplomaci, por në moshën 25 vjeçare ai vendosi pastaj që të ndërmarrë karrierën e tij ushtarake. Ajo që në voglit ti ishte ajo gjë interesante që ai ndjente brenda tij. Ai kishte një trup të tij shqiptarësh, pra kishte një trupën të tij të lëvizshme, të cilën ishin prej rreth 4000 ndjekësh të tij, që ishte ushtria e tij personale, dhe me atë ai arrinte të lëvizte në për territorin italian kur ishte nevojshme në krah të njërit apo në krah të tjetrit. Ai kishte marrëdhënie direkte, siç e thash parë, me Vatikanin, kishte marrëdhënie direkte me Dogjen e Venecias, por mi të gjitha ishte mik personal, në bazë të gjithë asaj që kishte arritur në Itali, ishte mik personal i Karlit të Tetë, që ishte Karli i Tetë ishte mbreti i francezëve në atë kohë, dhe ne në atë aspektin se çfarë bëjnë këto gjithë figurat të mëdha, çfarë bën për Shqipërinë, çfarë bën për Shqipërinë, kemi këtë figurë të jashtëzakonshme të Konstantin Arianitit, i cili 3 herësh provoi për të zbarkuar në Shqipëri. Arriti të bindë Karlin e Tetë, që është një risi kjo që kam gjetur, 3 herë flotilja ishte gati për të zbarkuar në Shqipëri, me gjithë ushtrinë që kishte mbrapa, pra me gjithë shqiptarët që ishte mbrapa, por të mbështetur nga flota e